Gripi po lehtësohet, por jo mjaftueshëm për të çliruar plotësisht. Kështu deklaroi sot drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik Marja Andonovska, e cila theksoi se në Maqedoninë e Veriut ende ka grip dhe sëmundje të ngjashme me gripin, por numrat po fillojnë që të bien. Siç thot ajo, më të prekurit janë personat e moshës 15 deri në 64 vjeç, por shkalla më e lartë e sëmundshmërisë regjistrohet përsëri tek fëmijët nën 4 vjeç. Në periudhën nga 19 deri më 25 janar, pra në javën e 4 të vitit 2026, u raportuan 1708 raste, që është 17% më pak se java e kaluar, kur kishte 2062 raste. Pavarësisht rënjes, aktiviteti i virusit është ende mbi kufirin e konsideruar mesatar. Më të prekurit janë personat e moshës 15 deri në 64 vjeç, 1029 raste, por shkalla më e lartë e sëmundjes regjistrohet përsëri tek fëmijët nën 4 vjeç. Më shumë raste u raportuan në Shkup 526, Strumic 178, Ohër 113, Prilep 111 dhe Kumanov 102. Siç njoftoi Andonovska, aktiviteti shumë i lartë i gripit është regjistruar në Dibër dhe Kratov, ndërsa aktiviteti i lartë vërehet edhe në Ohër, Kavadar dhe Strumic. Në disa qytete, ajo tha se aktiviteti është sezonal ose mesatar dhe në 2 zona regjistrohet aktivitet shumë i ulët. Ndërkaq, ajo tha se analizat laboratorike tregojnë se viruset e gripit A qarkullojnë më shpesh dhe përveç gripit janë zbuluar edhe raste të RSV, një virus që prek më shpesh fëmijët dhe për më tepër, ajo tha se javën e kaluar nuk u regjistrua asnjë rast pozitiv i COVID-19.